Horoskopi ditor e diel, 10 maj 2026. Dashi. Jeta juaj në çift do të jetë shumë e lehtë gjatë kësaj dite. Do të bashkëpunoni së tepërmi dhe do të shpreheni pa dorashka. Beqarët, fal ndikimit të yjeve, do të mendojnë mjaft për dashurinë. Ka mundësi që të lindë një ndjenjë sinqert për dikë që e keni pasur afër prej kohësh. Në planin financiar mund të lindin probleme duke qenë se nuk do të merrni paratë që ju kishin premtuar. Kujdes. Deni. Nëse jetoni bashkë me partnerin, problemet financiare do t'ju shqetësojnë edhe më tepër. Bëni kujdes sepse ato mund të prishin atmosferën që është krijuar. Të tjerët duhet të flasin sa më hapur me atë që ka në krah. Për ju beqar, dita nuk do t'jetë e favorshme, kështu që mos tentoni fare të kërkoni dashurinë. Financat kryesisht nuk do të jenë të këqija, nëse ju nuk shpenzoni shumë. Binjakët. Fal ndikimit të përkohshëm të yjeve, ka mundësi që jeta sentimentale të marrë për mirë. Mund të filloni edhe ndonjë projekt të rëndësishëm. Zemrat e vetmuara ka mundësi të rrahin më fort dhe të ndihen më mirë se kohët e fundit. Nëse keni mundësi, shmangni transaksionet financiare, sepse nuk do të jeni shumë të kthjellët për situatën në të cilën ndodheni. Gaforia. Duhet të bëni shumë përpjekje gjatë kësaj dite që të ruani një klimë të ngrohtë në jetën në çift. Mundohuni ta kuptoni njëri tjetrin sa më mirë në mënyrë që të shmangni dhe keqkuptimet. Beqarët do të kenë flirte pa të ardhme, por fal të cilave do të ndihen mirë për momentin. Në planin financiar duhet të tregoheni shumë të matur dhe të hithni çdo hap me shumë kujdes. Mësoni të hiqni disa para mënjan. Luani. Pritet që ambienti sotëm në dashuri të jetë i ngrohtë dhe autentik. Do të bëni çmos që t'ia plotësoni dëshirat të dashurit të zemrës tuaj. Nga ana tjetër, edhe ai do t'ju mbush me puthje dhe lëvatime. Beqarët do të shfrytëzojnë në maksimum aftësinë e tyre joshse dhe ka mundësi të pëlqehen nga dikush interesant. Përfitoni. Situata financiare do të jetë shqetësuese. Shmangni shpenzimet e panevojshme. Virgjëresha. Planetet do të merren me jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do të kaloni momente të mrekullueshme dhe të mbushura plot me pasion. Beqarët duhet të jenë me të vërtetë të vëmendshëm ndaj sinjaleve që do t'ju lëshojnë të tjerët. Ka mundësi që dikush të kërkojë të tërheqë vëmendjen tuaj. Mos dëgjoni këshillat e miqve në planin financiar, sepse do të dilni të humbur. Flisni me specialistët më mirë. Peshorja. Do të jeni në humor shumë të mirë sot dhe do e pranoni çdo situatë e re që do të krijohet në lidhjen tuaj. Fal fantazisë që do të keni, do të organizoni edhe ndonjë gjë interesante. Yjet do t'ju ndihmojnë beqarve të kenë eksperjenca të shumta dhe të veçanta në dashuri. Mos neglizhoni për asnjë çast. Çështjet e financave do të jenë interesante. Do të dini si të luftoni për të arritur atë që doni. Bravo. Akrepi, lidhja juaj do të influencohet pozitivisht nga planetës. Zemra juaj do të jetë e gëzuar dhe ai që keni në krah do të kujdeset jashtë mase për ju. Shfrytëzojeni ditën në maksimum. Edhe për beqarët, çështjet sentimentale do të shkojnë më së miri. Keni më shumë besim tek vetja dhe do t'i shihni rezultatet. Edhe pse do të keni probleme financiare, nuk duhet të veproni pa u menduar. Mos merrni vendime të menjëhershme. Shigjetari. Ata që janë në çift do të mundohen së bashku për të ndryshuar diçka në jetën e tyre. Nëse vazhdoni të bashkëpunoni, gjithçka që doni do t'ju realizohet sa hapë mbyll syt. Të shumë do të jenë beqarët që do të zbulojnë një dashuri të re dhe mjaft pasionante. Zjarri i pasionit do të ndizet më në fund. Situata financiare do të vijë duke u përmirësuar. Do të shihni më qartë dhe do të merrni masat e duhura. Bricjapi. Do i thoni po qëndrueshmërisë në çift gjatë kësaj dite. Do të bëni përpjekje së bashku me partnerin që ta konsolidoni lidhjen që keni krijuar. Beqarët do të mbyllen në vetvete fatkeqësisht dhe nuk do të përfitojnë nga mundësitë që do t'ju jepen për aventura dashurore. Ju do të jeni të humburit. Duke mos i bërë mirë llogarit në planin financiar, do të përballeni me goxha probleme. Tregohuni më realist. Ujori.
Nëse keni një lidhje të fortë dhe harmonike, yjet do t'ju ndihmojnë ta thelloni edhe më tepër. Nëse keni patur shumë probleme, dita do të jetë delikate dhe mund të ketë edhe ndarje. Mos u mërzitni, sepse do të ndiheni më mirë pas kësaj. Beqarët nuk do të jenë të favorizuar në dashuri. Do të bëni shpenzime marramense dhe financat do të dobësohen ndjeshëm. Dëgjoni këshillat e familjarëve. Peshqit. Planetët do t'ju bëjnë të besoni më shumë tek partneri juaj dhe do të tregoheni më tolerant me të. Do e respektoni autonominë e tij, sikurse ai tuajën. Yjet do të jenë ato që do të favorizojnë dashurinë e beqarëve. Tregohuni të vëmendshëm dhe mund të gjeni edhe personin që keni ëndërruar prej kohësh. Ditë e mirë për të reflektuar dhe për të rregulluar problemet tuaja financiare.